Muzikologu shkodran Çamil Gjurezi vijon misionin e tij kërkimor mes arkivave dhe burimeve të vjetra muzikore, duke sjellë në vëmendje figurën e Atë Benardim Palaj, mbledhës të çmuar të folklorit dhe frat franceskan me kontribut të jashtëzakonshëm në trashëgiminë shpirtërore shqiptare. I mbështetur në partitura të ralla, Gjurezi ka realizuar së bashku me profesor Luk Mlluxhën një interpretim të këngës së flamurit të Arbërit, një himn shpirtëror me vlera historike dhe kombëtare. Atë Benardim Palaj e ka shkruar këtë gati 70-80 vite për para, nuk kam i saktu, për saksi vitesh, dhe është një hymn që quhet Kënga e Flamurit Arbërit. Teksti është shumë interesant, edhe natyrisht edhe muzika. Gjurezi apelon për kujdes maksimal ndaj trashëgimisë muzikore, duke kërkuar ruajtjen profesionale të partiturave të vjetra dhe domosdoshmërinë e digitalizimit të tyre. Këto partitura duhen të digitalizohen dhe të kthehen në funksion të studimeve, në funksion të publikut, në funksion të medias, në funksion të studiuzve, në funksion të rive që dinë se si ishte, pra i gjithë ky korpus artistik. Me thonë vërtetën, ka edhe ndonjë partiturë e cila mund të kenë në shtëpi. Në këtë nismë kërkimore, muzikologu shkodran nënvizon se Shkodra ka ende thesare të pazbuluara në arkivat familjare dhe ato muzikore, të cilat presin të dalin në dritë.